edhe në fakt unë shoh që shumë qytetarë e kanë humbur gradualisht besimin tek policia e shtetit, sepse ka rënë efikasiteti i luftës ndaj krimit të zakonshëm, por dhe krimit të organizuar, por po ta marrim që nga gjërat dhe nga elementet më të thjeshtë. Nëse qytetarë kërkohet bashkëpunimi i qytetarëve, qoftë për denoncime nga më të thjeshta, po themi për zënën e hapësirave publike, apo të tendave, apo të parkimeve që nëpër lagjet e Tiranës është bërë problematika më e madhe. Ju dhe media tjera i kanë pasqyruar mjaft raste ku personi ka shkuar, ka denoncuar dhe më pas ka parë që denoncimi i tij është bërë publik ose i ka vajtur palës tjetër. Kjo është një dekonspirim pra që ka ndodhur në disa raste, ka pasur ngjarje pothuajse tragjike në Tiranë që janë raportuar përpara disa javësh apo disa muajsh në media. Po, udhënuar qytetar sepse ishte përhap informacioni, tani nuk e di se sa e vërtetë është apo jo, që ai kishte denoncuar për një zënë hapësire po themi apo dikush tjetër apo. Dhe kjo i bën qytetarët që mos bëjnë denoncime, mos bashkëpunojnë, sepse shohin që mund të jetë dhe kot, sepse pikërisht këto elemente të infiltruar që nuk i shërbejnë komunitetit, nuk i shërbejnë policisë shtetit dhe të mirës përbashkët, i shërbejnë krimit organizuar apo krimit në përgjithësi, atëherë ka humbur besimi dhe do duhet për mendimin tim modest në këtë fushë do duhet që të kishte një riorganizim komplet, për shembull për luftën kundër narkotikëve, është hedhur përpara disa vitesh një ide. Në mos gaboj edhe nga zoti Manjani, unë kam qenë personalisht dakord me atë ide, sepse ka shtete që i luftojnë narkotikët me anë të xhandarmerisë, për shembull. Pra forca ushtarake, po quasi ushtarake, të specializuara për të ruajtur rendin në zona suburbane apo në zona rurale, ku nuk ka nevojë që të jetë policia e shtetit për të ruajtur rendin e sigurisë, por duhet të ndërhyjnë forca të specializuara, do të ishte pse jo një ide që duhet parë dhe kjo për ta krijuar një forcë të tillë. Po thash pak më parë. Që të ketë është shumë e rëndësishme. Që policia e shtetit e vetme nuk e zgjidh. Këtu pikë jam dakord. Dalemi te çështja tjetër më e rëndësishme e këtyre ditëve, para se ne të hynim në studio, zoti Rama pati një reagim për çështjen Balluku. Nesër është seanca, mbledhja e kolegjit penal të gjykatës kushtetuese për çështjen për ankimin e kryeministit Rama për çështjen Balluku. Zoti Rama tha nuk e ka tagrin gjykata, të emëroi dhe të shkarkoi ministra. Juridikisht, si e shihni ju këtë përgjigje të zotit Rama? Unë nuk di që të ketë asnjë vendim gjykate që të ketë emëruar apo shkarkuar ndonjë ministër apo ndonjë kryeminist. Balluku. Po, pezullimi është diçka që në vlerësimin tim e lejon ligji dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe ne i famshëm 242 që u përmend mjaft herë këto javët e fundit lidhje me këtë debat. Nuk e pengon pezullimin nga detyra, pezullimin e ushtrimit të detyrës apo të funksionit publik të cili do zyrtar, qoftë një nga zyrtarët më të lartë të shtetit siç është dhe ministri apo dhe zëvendës kryeministra në rastin konkret, për sa kohë nuk cënohet ajo po themi kategori e të zgjedhurve, pra që janë të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra përjashtimi i pezullimit është vetëm ajo kategori e personave që zgjidhen sipas ligjit elektoral, çfarë do thotë mund të pezullohet një deputet, një kryetar bashkie, sepse do të ishte pastaj një mundësi për ta abuzuar me këtë të drejtë që mund të jepet pushteti gjyqësor, ku dikujt nuk i pëlqen një zgjedhur i opozitës apo dhe i pozitës qoftë, në nivel bashkiak apo dhe në nivel po themi dhe kryeministri Rama, po a është ky rasti me zonjën Balluku? Po nuk është ky rasti, pra pikërisht sepse nuk po pezullohet zonja Balluku me vendimin e gjykatës si deputete. Po pezullohet ushtrimi i detyrës saj si ministre e infrastrukturës dhe e energjisë, po themi, dhe si zëvendës kryeministre. Dhe është zgjedhur kjo masë në vlerësimin tim si një masë shtrënguese disi më e butë se sa masa që mund të ishte arresti në shtëpi apo arresti në burg, që do të ishin ekuivalentes në pasojë, pra do t'ja pamundsonin ushtrimin e detyrës. Për zotin Veliej përpara disa muajsh në fillim të vitit u mor një masë tepër shtrënguese, nuk u as u pezullua nga detyra dhe as u la në gjendje të lirë apo me masa më të lehta, po themi. Në këtë rast është vendosur, por u vendos arresti i tij. Në këtë rast ministri Rama që edhe dje u shpreh dhe tha se një gjyqtar dhe një prokuror kokë më kokë me njëri tjetër vendosën të shkarkonin një antar të kabinetit qeveritar, apo edhe reagimi i sotëm përmendja e Komisionit Venecias, tha që Komisioni i Venecias ka udhëzime të tjera për ministrat, Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit nuk e lejon këtë gjë. Ju si jurist që keni studiuar jashtë dhe jeni marrë edhe me jurisprudencën edhe të Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njerëzit, Gjykata e Strasburgut për gjithë qytetarët, a lejohet si qëndron po themi në jurisprudenca e Gjykatës Evropiane
në raport me pezullimin nga detyrat funksionarëve, të ministrave? Atëherë, nuk ekziston asnjë vendim i gjykatës së Strasburgut apo dhe i Komisionit Venecias, qoftë vendimet, po themi Komisioni i Venecias jep mendime konsultative, rekomandime. Pra nuk ekziston asnjë dokument i tillë që të mbështes deklaratën dhe pretendimin e zotit Rama. Zoti Rama duhet na e citoj kush është ky vendim, me numër, me datë, dhe atëherë hajde ta diskutojmë në rrafshin teknik dhe ligjor. Por është e thjeshtë të hedhësh një ide të përgjithshme, por kjo është e pa argumentuar dhe pa mbështetur me jurisprudencë konkrete. Le të na japi rastin konkret, ta studiojmë, ta analizojmë dhe dalim publikisht ta themi. Ndoshta kanë lënë për ta diskutuar juristët e kryeministrisë, përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave për seancën e nesërme apo për seancën publike nëse do të ketë, sepse duhet ta shpjegojmë edhe këtë nga aspekti praktik. Seanca normalisht e nesërme do të jetë me dyert mbyllura sepse është në dhomë këshillimi dhe do të jenë vetëm 3 antarë. Do ta kalojnë apo jo? Pikërisht, do të jenë vetëm 3 antarë gjykatës kushtetuese që po e studiojnë çështjet dhe nesër do të japin një vendim normalisht që nëse do ta kalojnë shqyrtimin e çështjes në themel për ta gjykuar të gjithë trupa e gjykatës apo do ta mbyllin aty. Dhe nga praktika 80% e rasteve të kërkesave të paraqitura në gjykatë kushtetuese nga individ, nga subjekte të ndryshme apo palë të interesuara rrëzohen që në këtë pikë. Pra nuk e kalojnë këtë filtr. Pse? Sepse nuk kanë legjitimitet për t'u drejtuar gjykatës. Dhe u mendoj këtë fat duhet të ketë dhe kjo kërkesë e Këshillit të Ministrave apo dhe vetë kryeministrit. Nuk ka legjitimitet kryeministri. Po nuk ka legjitimitet për t'u drejtuar gjykatës për të kërkuar pezullim e një mase që është dhënë ndaj dikujt tjetër. Legitimitetin këtë rast e ka vetëm zonja Balluku. Sepse është ajo që cënohet. Masa është dhënë ndaj saj, nuk është dhënë ndaj Edi Ramës, as ndaj gjithë Këshillit të Ministrave. Nuk e ka penguar në dijenin time asnjë vendim gjykate, zotin Rama, nga fakulteti i tij, pra nga e drejta e tij, që të dekretojë një ministër tjetër, ti marri vetë ato kompetenca dhe të ushtroj lirshëm qeverisjen e vendit, që sikundër e ka dhe mision dhe detyrë si kryeministri i vendit. Pra nuk e ka penguar as të shkarkojë dikë, as të emëroj dikë tjetër, as ta lëri gjendjen si ç'është. Ajo që bën kryeministri, që bëri dje, që bëri sot, që do të bëj nesër apo në vazhdim, siç e kemi parë, a është ndërhyrje e një pushtetit e një pushtet tjetër, ndërhyrje e ekzekutivit në pushtetin gjyqësor? Totalisht, dhe aq më tepër është një ndërhyrje dhe pse e them këtë aq më tepër dhe nga element që ju cituat pak më herë në pyetjen e parë, kur thatë që me ata ludimi që është janë ulur pra një prokuror dhe një gjyqtar dhe pas ka marrë këtë mas. Nëse është thënë kjo gjë dhe është e vërtetë kjo gjë, atëherë kjo është shumë e rëndë. E ka thënë kryeministri dje në podcast. Nuk e kam dëgjuar tekstualisht këtë frazë, por nëse është e tillë, kjo është një frazë tepër e rëndë, sepse i bie që pas ka një komplot këtu. Që ka mbledhur disa gjyqtarë, disa prokurorë dhe pas ka rënë nuk i di që hajde ta bëjmë kështu. Pra teorikisht, nëse ka dikush prova për këtë, do duhet i drejtojë organeve ligjzbatuese dhe depozitonte me njëherë kallëzim penal. Nëse nuk ka prova, pra i bie që jemi vetëm retorikë politike. Apo nëse ka prova dhe nuk e kallëzon, është moskallëzim krimi kryeministri, po kryen vepër penale. Teorikisht aty mund shkojë edhe kjo, moskallëzim krimi, sepse ose keni prova që janë dy, pra një prokuror dhe një gjyqtar që kanë ulur kokë në kokë dhe pas kanë marrë një vendimarrje të tillë, ose atëherë jemi në rrafshën e retorikës politike për të mbushur orët po themi e transmetimeve dhe orët e mbetura deri në këtë vendimarrje që normalisht me logjik do duhet që të hidhet poshtë një kërkesë e tillë. Zonja Balluku ka të gjithë drejtën si të gjithë qytetarët e tjerë që pas të ndjekit gjithë hapat ligjore, ankimet e ndryshme, nuk i pëlqen vendimi i gjykatës së shkallës parë të posaçme, gjykatës posaçme, me kërkesën e Spakut që ka dhënë këtë mas ndaj saj, le t'i drejtohet apelit brenda fatit të lejuar, nëse dhe vendimi i apelit nuk do t'i pëlqej avokatë e saj dhe ajo vetë mund t'i drejtohen gjykatës lartë, e nëse gjykata e lartë nuk e jep të drejtë, pastaj i ngelet gjykata kushtetuese e mandej Strasburgu që e përmendëm. Por pse nuk doli zoti Rama t'i thoshte këto element përpara, po themi 2 vitesh, kur ishte çështja në fillim të dhjetorit 2023, çështja e imunitetit, po themi, apo e masës që u vendos ndaj zotit Berisha në gjykatë kushtetuese. Aty u vendos ky standard. Ne kemi qenë anën tjetër të historisë, edhe kemi kërkuar në atë rast që të interpretonte përfundimisht gjykata kushtetuese nenin për, po themi, rolin e një deputeti dhe fuqinë e deputetit përballë akuzave dhe masave të kërkuara nga Spaku dhe nga gjykata e posaçme, dhe gjykata kushtetuese brenda javës doli me vendim, me urgjencë, si rrallë herë, më përpara dhe tha që jo,
ju si deputet, si 1/5 e kuvendit, nuk legjitimoheni të drejtoheni gjykatës për të kërkuar qoftë dhe interpretimin e kësaj dispozite, që ata ishin dhe vetë deputet dhe janë akoma vetë deputet një pjesë e tyre, që do të thotë nesër pas nesër mund t'i bjerë atyre ky fati i keq. Pra ata kishin interes qoftë dhe vetjak. Por nuk e konsideroi gjykata kushtetuese dhe tashmë e ka vënë një precedent. Thotë që jo, personi në fjalë duhet i drejtohet vetë pas gjykatës kushtetuese pasi të mbarojë gjithë ankimimet e mundshme në të treja shkallë e gjykimit, nëse mund ta konsiderojmë kështu. Do të pasha ju si keni parë reagimin e kryeministit Rama ndaj SPAK GKK në rastin e zonjës Balluku? Shiko, unë do ta marr një shembull mjaft konkret. Edhe për të treguar që nuk kemi, patëm sipas këndvështrimit tim, nuk kemi ndërhyrje mes dy pushteteve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenca është në konflikt ka hershëm dhe të vazhdueshëm me gjykatat e vendit. Kemi parë vendime të herë pas hershme që kundërshtojnë njëra tjetrën, presidenti pastaj kalon në gjykata të tjera, ka kaluar dhe në citime ndaj institucioneve të cilët kanë kundërshtuar sipas timet pa drejt vendime që ka marrë qeveria. Unë do më shqetësonte nëse ne nuk do kishim një përballje mes dy pushteteve. Sepse kur shkojnë në harmoni të plot, ka diçka që nuk shkon. Për sa kohë janë dy pushtete të ndryshme, fuqi të ndryshme, atëherë patjetër që do kenë mosmarrveshje gjatë rrugës, atëherë ka diçka që nuk shkon këtu. Nëse këto do shkojnë në harmoni të plot, atëherë kemi një komplot brendshëm mes qeverisë, ekzekutivit dhe gjyqësorit, të cilët po shkojnë në harmoni të plot dhe kur shkojnë bashkë. Për ju është lajm i mirë që janë trazuar ujërat mes qeverisë dhe gjyqësorit. Jo, nuk është çështja as lajm i mirë as i keq, por është tregues që kemi dy fuqi të cilat veprojnë të pavarur nga njëra tjetra dhe kjo është një tregues i mirë që as gjyqësori s'ka kapur ekzekutivin, as ekzekutivi s'ka kapur gjyqësorin. Tjetra. Po fakti që a shihni ju një ndërhyrje të ekzekutivit në punë të gjyqësorit me deklaratat e kryeministit Rama? Po nuk është ndërhyrje se për sa kohë diku do ta quajë ndërhyrje, nëse mblidhet ekzekutivi, parlamenti dhe shfuqizon gjithë sistemi gjyqësor me vendim parlamenti, ndryshon kushtetutën, atëherë po për sa kohë janë në kuadrin e deklaratave, askush nuk ndikon. Pra as nuk kanë fuqi vendimmarrje. Jo, janë në kuadrin e deklaratave, janë në kuadrin e kundërshtimit në rrugë ligjore të vendimit dhe vendimit. Kjo është akoma demokratike, sepse kur ne kemi një mosmarrveshje, rruga ligjore është një besim që tregon që institucionet funksionojnë. Duam apo s'duam ne? Jo ne, po them do apo s'do qeveria, funksionon drejtësia, do apo s'do drejtësia, qeveria ka kundërshtimet e saj. Pra, kemi këtë. Për sa i përket edhe pezullimit, po, edhe unë mendoj që ta marr logjikisht, jo juridikisht, sepse specialistat mund të hyjnë dhe mund ta shtjellojnë më mirë, por edhe politikisht. Kush është misioni i partive që futen në zgjedhje? Misioni i partive që futen në zgjedhje është fitoj zgjedhjet. Pas përfundimit të zgjedhjeve bëhet ajo ndarja pastaj mbas përqindjeve. Partia politike e cila ka pas synimin për të fituar zgjedhjet, i ka fituar zgjedhjet, misioni i saj është ndërtojë një qeveri, e cila do të marrë vendimet pastaj në bazë të shumicës. Dhe për sa kohë gjyqësori shkon dhe shkëput një nga elementët e qeverisë. Belinda Balluku është votuar për të qenë ministre? Belinda është votuar qeveria, kryeministri ka drejt. Nominalisht? Ka drejt, po Belinda është deputete, nuk ka rëndësi është votuar, ka dhe dekret presidenti. Si ministre. Jo, nuk është votuar për të qenë ministre. Ministri nuk është posti zgjedhur, është i emëruar. Kështu që nuk shkëputet marrëdhënia e qytetarit me të zgjedhurin. E kuptoj atë që në mënyrën se si unë dua ta trajtoj pak më gjithëpërfshirëse, sepse do të hym pastaj me ligjet, me nenën, pastaj do të hym, këto janë precedent që nuk janë parë më parë, edhe gjykatat tona nuk i kanë trajtuar ndonjëherë, ndoshta edhe gjykatat e Europës nuk kishin parë një ngjarje e tillë, kështu që prandaj duhet një analizë dhe një studim më i thellë, profesional. Politikisht mendoj që është ndërhyrje në kompetencat kur ti arrin ta pengosh, sepse ndoshta mund shikojmë rastin pastaj që nëse vazhdon edhe ecën mirë ky lloj procesi, mund shohim të pezullojmë gjithë ministrat në radhë. Nëse ministrat janë të korruptuar, ku është problemi? Nëse janë të korruptuar, shkojnë gjykat, merret vendimi, gjykata e dha vendimin. Po gjykata e dha vendimin për pezullim. Gjykata e fajësisë, jo gjykata e procedurës. Pra, nëse ne shkojmë në gjykatën e fajësisë, që është shkalla e parë dhe e dyta vendos që po X ministër është korruptuar dhe shkon në dënim me burg, le të ikë të vuajë dënimin.
por e mbarova. Çfarë ndryshimi ka me grushtin e shtetit? Ne nuk kemi ushtri që të bëjë grush shteti, sepse duhet kesh ushtrit për masa më të mëdha etj. Nuk besoj që ushtria jonë mund të bëjë një grush shteti. Po spaku mund ta bëjë në këtë aspekt. Por ka institucione tjera që nëse veprojmë kështu, mund ta bëjmë. E çova shumë larg tani. Një koment fundit, Franc. Le të presim vendimin e nesër, nëse nuk shtyhet domethënë dhe një herë tjetër, dhe të shikojmë se çfarë do ndodh, po sinqerisht do të isha goxha i habitur nëse do të pranohej kërkesa e paraqitur qoftë nga Këshilli i Ministrave, qoftë dhe nga kryeministri si po themi institucion. Normalisht duhet ngelen në fuqi masa e dhënë nga gjykata, që e ka vlerësuar këtë masë në raport edhe me provat e paraqitura apo me indicet e paraqitura nga SPAK-u. Dhe unë e kam thënë dhe në studio tjera, në ndërhyrje tjera, në lidhje me çështjen Balluku. Unë mendoj se kjo masë është një masë e butë që është kërkuar ndaj zonjës Balluku, dhe është një përdorim standardesh dy fishta nga ana e SPAK-ut, sepse këtu kemi parë dhe arrestime për zyrtar mjaft lart, kryesisht opozitës, pa asnjë lloj rasti flagrance apo pa ndonjë, po themi, element që ta justifikonte asnjë lloj rreziku jo vetëm për personal, asnjë lloj rreziku për evadim, pra për t'u larguar, po asnjë lloj rreziku për prishje provash. Ndërkohë që zonja Balluku ishte në detyrë deri në momentin që u mor masa e pezullimit, dhe rreziku për prishjen e provave ka qenë dhe është ende vlerësimi tim. Pse? Sepse nëse do të donim që të ecim me hetime të shpejta në këtë rast, i kanë komunikimet nga njëra anë prokuroria dhe gjykata, pse nuk i ballafaqojnë me komunikimet e anës tjetër të telefonave, po themi, apo të mjeteve tjera të komunikimit? Pse nuk sekuestrojnë telefonat e këtyre zyrtarëve apo të zonjës Balluku? Pse nuk bëhet kontroll banese? Po pritet me javë me muaj tërë. Atëherë çfarë kuptimi do të ketë nëse do të kryen këto veprime hetimore më vonë? Do të humbi totalisht efekti surprizë. Pra ku kemi këtu parlament përdor kontroll. Po, por që as që jemi fare në kërkesën. Në kërkesën për të paraqitur tek logjika që ju përdorni që kontrolli i befasishëm etj, është e vështirë të bësh kontroll të befasishëm te një deputet. Kemi humbur shumë kohë ndërkohë, dhe kjo mund të lejojë pastaj pikërisht prishjen e provave dhe mundësi të tjera për rregullimin e situatave apo të letrave që ta kuptojnë dhe qytetarët shqiptar. Faleminderit shumë zoti Nuri për prezencën e studios dhe për mendimet tuaja. Faleminderit edhe ju zoti Basha për kontributin. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues për vëmendjen. Bashkë ndahemi këtu.